Jeta është një univers karakteresh, ku gjithë secili prej nesh me qenien e tij, pavarësisht rëndësisë, plotëson atë puzzle të papërsëritshëm jetësor, i rindërtuar dhe zbukuruar në mënyrë të vazhdueshme nga brezat. Askush nuk është i pasvendësueshëm brenda tij, por shumë e rëndësishme është që hapësirat që duhet të plotësojmë të qëndrojnë sa më mirë. Kjo është filozofia më e thjeshtë e jetës, edhe me këtë qëllim është shfaqur dhe personazhi që do të jetë protagonistja kryesore në filmin ton. Është Lulieta, një vajzë e thjeshtë dhe pa fjalë nga qyteti i Fierit, e cila nuk dëshiron të qëndrojë strukur vetëm pas fytyrës së saj të bukur. Edhe pse flet pak dhe ngadalë, në ligjëratën e bukuroshes së Rome, gjeneron një univers i tërë ëndrash dhe dëshirash, të cilat janë të lidhura me familjen, miqt dhe traditat e mrekullueshme të komunitetit që ajo përfaqëson. Lulietën e gjetëm në mesin e punëve, shumë të impenjuar dhe të gatshme për të shërbyer, me një thjeshtësi dhe dashamirësi pothuaj perfekte. Jam rritur në një familje me shumë pjesëtar, karakteristike e romëve. Familja ime përbëhet nga 5 motra, gjyshrit dhe prindrit e mi. Ajo që dua të theksoj kur unë kam qenë fëmijë është që prindrit e mi janë kujdesur në ndryshe nga pjesa tjetër e romëve, që ne të na arsimonin, duke filluar që me kopshtin. Jam njohur me bashkëshortin tim, Sajmirin, në një moshë shumë të vogël, 14 vjeç, jam njohur në Fier, dhe pas një lidhje 4 vjeçare kështu me ato marifetet e adoleshentëve, ne bëm një dasëm tipike shqiptar dhe kemi dhe një fëmijë, një çun, Leo, 6 vjeç. Më pëlqen që të jem vazhdimisht marrëdhënie me njerëzit dhe kjo bëri që unë pasi mbarova shkollën direkt gjeja një punë që më jep mundësinë të jem në kontakt vazhdueshëm me persona të tjerë. Kam gati 3 vite që merrem me një punë si kjo. Përveç se punës që më bën të marr kënaqësitë që t'jep puna, është edhe diçka tjetër që më bën ndje mirë. Unë jam rome dhe këtë e them me krenari dhe e ndjej vazhdimisht kur unë kam të bëj me personat që jetojnë akoma në ato fiset e mëdhaja, ose kur unë shkoj tek familja e prindërve të Sajmirit, dhe kur shikoj vajzat e tjera që mund të mendojnë pak ndryshe, sepse duke u nisur nga ideja e të qenurit rom dhe vazhdojnë shkollën deri në një farë stadi dhe pastaj të rrishen brapa, unë të gjë e kam hedhur mbas krave dhe sot po vjel frutat, domethënë pas një pune shumë të madhe që kam bërë unë me veten, familja me mua, sot po vjel frutat dhe sot jam në një punë shumë të mirë që shumë nga shoqet e mia të klasës që nuk ishin rome, por janë pjesë
popullatës tjetër do e dëshironin një vend pune si ky imi. Nga ana tjetër, kur më vinë shumë klient rom në zyrë, unë me rastin e parë i jap atë ngrohtësinë e mikpritjes. Dhe shpeshherë shikoj atë habinë e tyre, duke u nisur nga ideja që vajzat rrinë në shtëpi dhe nuk vazhdojnë shkollën. Por për këtë vjen mirë që diçka ka ndryshuar. Ndodh shpesh që shumë njerëz të luftojnë për gjatë gjithë jetës dhe pak rezultate arrijnë. Shumë të tjerë tregohen më të kujdesshëm në zgjedhje dhe të vëmendshëm për të bërë çdo gjë mirë. Lulieta e ka marrë një formim të tillë dhe gjithë kjo eksperiencë i ka shërbyer më së miri. Kam të kemi bërruar të prendë, të kemi padur fëmijët, të di mund tjetëri, të di. Punët të nashë të... Mirë, si punoj? Lulieta erdhi këtu në 2005 për të regjistruar për kurse për sekretari. Pyetja e parë që bën zakonisht ne është çfarë dëshiro, përse ka ardhur këtu çfarë kurse. Duke folur, ajo ishte e bindur për të bërë këtë kurs për sekretari, sidomos për të punuar si sekretari. Ka qenë dy kurs 2 vjet shumë mirë, ka punuar si nxjerrës rregullisht e ka patur probleme normale, përse pastaj martua me fëmijët, po këtë nuk ka penguar asnjëherë ecja që ka qenë këtu në shkollën e qytetit profesional. Gjëra mirë është që ka gjetur me njëre punë mbas që ka mbaruar këtu formimit. Edhe gjatë duhet që këtu ka punuar edhe pak vullnetare me fëmijët e ne, masdita kemi kurse mbështetje shkollore, edhe sidomos për fëmijët e rom. Edhe jo ka bashkëpunuar në këtë si të rinjt tjetër, për më ka qenë një eksperiencë shumë interesante, përse ka për horizonte dhe ka ndihmuar edhe ne për këtu e mirë edhe situata ambiente, sidomos që janë të rinjt që angazhon që me puna vullnetare. Edhe ka mësua goxha, përse pastaj ka punuar me njerë, me shoqata tjera, me Vatra, me Terdosom, tani punon kërkesh në vend të punës. Për mua është një fitim, mendoj edhe si persona, si familje. Edhe shembull edhe për persona tjetër. Mendoj që nuk kemi patur asnjëherë problem. Edhe ka qenë si të gjithë nxënës se që është gjëra më e mirë. Edhe tani është urime që vazhdon. Që është shumë e bukur për këtë punë. Edhe pse detyrimet familjare për vajzën simpatike janë gjithnjë dhe më të mëdha, ajo mendon se ka ende mundësi për të përmirësuar dhe këtë Lulieta e shikon tek një formim më i mirë profesional. Këtu mu dha mundësia që unë të punoja për veten time, pasi që për kësaj që unë për këtij kursi fillova punën, punoj sot, mora një informacion dhe njohuri më të mira për çdo gjë. Plus që këtu kishim një marrëdhënie shumë të mirë, nxënës, mësues, është qendër që të formon si njeri, si person. Asnjëherë nuk e kam fshehur që jam rome. Dhe edhe pse shoqjet e mi fillimisht i dukeshe pak habi, më mbrapa nuk e shikonin më një vajzë rome me syrin e çudis, por e shikonin si një gjë normale. Plus që nga gjërat e tjera, domethënë aspektet tjera, unë isha një nxënëse mirë, punoja fort, krijova një shoqëri të lidhur me vajzat, me kursantet dhe me mësuesit, me stafin. Dhe kjo bëri që, dhe për këtë më vjen mirë që ato përveç se ati mendimi që kishin në përgjithësi për romët, fillon të shikojnë romët me një sy tjetër, që janë njerëz që mund t'ja dalin ban, janë njerëz që mund punojnë, mund mësojnë, dhe mund të ecin si çdo njeri, si çdo person. Po, me Lulietën kam disa vite që jam njohur, u martuam dhe Lulieta kishte mbaruar shkollën e mesme me Dresen në Durrës
Dhe më pas, kur martuam, unë insistova që Lulieta të futeshe në shkollë dhe përfundoi shkollën profesionale të Qendra Sociale Murialto. Edhe unë ndihem shumë mirë që ajo ka përfunduar atë shkollë dhe domethënë frutet e saj u duken sepse Lulieta tashmë është në punë. Dhe domethënë edhe të mirat familjare vijnë, të ardhurat më të mira. Edhe nuk mentalitetet e komunitetit rome tani po ndryshojnë, duke i shkolluar se unë punoj dhe me një informacion vetë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Edhe vjen re domethënë që ndryshime ka. Për të qenë një njeri i rëndësishëm në këtë botë, nuk është e thënë që duhet të bësh vepra të mëdha. Thelbësore është që të ndihesh vetvetja dhe të jesh i sigurt për gjithçka që bën. Dhe Lulieta këtë gjë e di mjaft mirë. Ndaj ajo kërkon më të mirën tek vetvetja, familja e saj dhe traditat, të cilat ajo përfaqëson. Sa të dua, sa i mirë jeti, si të ka gjyshi t'ja? Mirë? Ishe në kopsh në shkollë? Si ka lëve sot? Që thamë susja? Marë notat mirë. Mori notat mirë, sa qënë të mirë kamu, një pëqimë. Punë e parë që kemi në institucion familje, sepse unë kam pas pak dhe në traditën e familjeve nga prindërit e mi, që në kanë arsimuar, në ka dhënë arsimi për kacë, dhe kjo pastaj si pas mundësive ne kemi ndjekur dhe arsimin e mesëm. Këto në kam bërë që ne kemi marrë njohuri, aftësi për jetën nëpërmjet dyerve të arsimimit. Dhe këtë e kam praktikuar dhe unë për familjen time, duke i ndjekur shkollat e mesme dhe madje dhe shkollat e larta. Dhe kjo në ka bërë neve që të marrim aftësi dhe njohuri për probleme dhe për mënyrën e jetesës. Kështu që ky është edhe një model, le ta themi, që unë ndjek në komunitetin tim, edhe ky model është që unë të ndryshoj vetë dhe pastaj të reflektoj tek pjesëtarët e tjerë të komunitetit. Në radhë parë unë jam i kënaqur që kam një fëmijë të edukuar dhe ata kanë qenë kajtë afsa ta zgjidhin njëri tjetrin për të jetuar së bashku, sepse përpuqen ato karakterit, mentaliteti, arsimimi, niveli i tyre, dhe kjo bën më të mundshme, më të lehtë, le ta quajmë kështu, mënyrën për të jetuar së bashku. Dhe unë mendoj sepse ka qenë puna jonë, që produkti punës tonë, edukimi jonë, që ata sot, edhe për këtë unë jam i lumtur, që ata jetojnë së bashku mirë, kanë gjuhën e mirë kuptimit, të mancepimit. Së vërteta, ky është një fenomen negativ që vazhdon edhe sot, edhe pse flitet shumë për këtë, është një fenomen që vazhdon akoma te disa familje rome. Mund të themi 1% shumë e vogël janë ata që kanë filluar ta ndjekin këtë dhe të ndryshojnë. Kjo mund të arrijë në masë 20-30% që nuk pranojnë të bëjnë një lidhje martesore që është në moshë të mjetur. Sepse ndodh që martohen në moshën 13-14 vjeçar, kur ata nuk ditë kujdesen për veten e tyre, madje jo që të lindjet dhe shtojnë familje. Është një fenomen negativ. Unë jetoj për ditë brenda këtij komuniteti, sepse më lidh puna, më lidh edhe origjina. Dhe ndoshta për ta, nuk e di, mund ta them me modesti, jemi ndoshta shembulli më i mirë që ata shikojnë tek ne dhe ata po ndryshojnë. Që mund të bëjmë të takosh andej. Mirë, si dukesh. Në të shkuarën ka patur një jetë shumë më të kontrolluar për shkak të studimeve dhe mbikëqyrjes së familjes. Lulieta mendon se ka ardhur momenti që ajo të kërkojë sfida të reja. Dhe këtë ajo kërkon ta bëjë jo vetëm për familjen e saj, por edhe në shërbim të komunitetit të Rom. Si dukesh? Mirë. Do më pëlqente të përfundoja atë ciklin e studimeve, sepse me këtë profesion që ushtroj pëlqen puna, më pëlqen marrëdhënia me njerëzit dhe do më pëlqente që të vazhdoja për më tepër për një ekonomik, le të themi. Po, unë jam shumë e lidhur me familjen dhe gjithë çfarë kam arritur, përveç punës dhe sakrificës time, pjesën tjetër ja dedikoj familjes time. Ka punuar shumë me mua, ka sakrifikuar shumë për mua, duke qenë se unë jam një familje, siç e kam thënë, e madhe me 5 vajza, ku të ardhurat jo gjithmonë kanë qenë të mira,
Dhe ato janë përpjekur me mishë me shpirt që neve të na nxjerrin jetë, na formojnë dhe të na bëjnë njerëz të mirë. Kur isha e re, kisha dëshirë shumë të shkollohesha vetë, po nga mundësitë ekonomike s'kishim edhe dëshira ime e madhe ishte që t'ja përsjedhja fëmisë. Edhe që të 5 i kam shkolluar. Shkolla sjell përparime dhe unë dua që vajzat e mia të kenë dyert e hapura të jetës. Largohemi nga Fieri me dëshirën për t'u rikthyer sërish, jo vetëm për të shijuar mikpritjen, bukurinë dhe ëmbëlsinë që na ofroi Lulieta dhe familja e saj, por edhe për të mësuar më shumë rreth ëndrave dhe dëshirave të tyre vitale.